Uroj që ky proces zgjedhor që po fillon tani më sot me përmbylljen e listave përfundoj edhe në ndërtimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Edhe të mos ketë nevojë Kosova të vazhdojë kështu në cikël zgjedhor të panevojshëm. Sot, sonte, besoj unë secili nga miqt, shok, bashkëpunëtor, veteran, intelektual, familje dëshmorëve, elektorat, njerëz të vullnetit mirë, kanë pritur lajm të mirë, një lajm që duhet të gëzohet në zemrat e tyre. E lajmet për bashkim gjithmonë gëzojnë zemra, sepse bashkimi paralajmëron fitore. Sa herë jemi bashkuar, kemi arritur rezultate, ose kemi qenë në një fazë tjetër, zhvillimin dhe ndërtimin e synimit tonë. Siç e kam premtuar, qindra e mira bashkëpunëtorëve, kolegëve, shokëve, bashkëftarëve, intelektual e shtresat të ndryshme, të rije të reja. Ju kam premtuar që ne do të përpiqemi deri në minutën e fundit, e deri në sekondat e fundit, punojmë fort për t'i ofruar një mundësi bashkimi i cili jep shpresë për ndryshim. Unë besoj shumë, kjo ka qenë edhe është moto e jetës sime. Shpresës i duhet guxim. Shpresa për të realizuar, për të mojt gjallë, e për të shkuar, e për të bërë realitet dënë mbranda guxim. Guximi për të shpresuar, guximi për të arritur shpresën. Prandaj, unë jam munduar që deri në këtë sekondë, së bashku me bashkëpunëtorët e mi, që sonte ta japim lajmin një lajm të madh, një lajm i cili thash do të ketë impakt të ndryshimit e bashkimit. Fatkeqësisht ai bashkim të cilën e keni pritur të nderuar elektorat, qytetar, anën e Kosovës, mërgjimtar e diasporë që miq, shok, bashkëftar e bashkëftare më kanë shkruar këto ditë pa ndërprej dhe kanë veç një kërkesë kanë pas, të bashkohemi për mundësinë e ndryshimit, për shpresën. Dhe deri në këtë sekondë ne jemi munduar pa kushte ta plotësojmë dëshirën tuaj. Të japim një mundësi ndryshe Kosovës. Pa asnjë kusht, me zemër plot, kemi dashur që në këtë garë të shkojmë bashkë e më dha mundësi ndryshimit. Fatkeqësisht, ky bashkim nuk ka ndodhur. Shkaku pse s'ka ndodhur bashkimi tani më dihet. Ama, kjo është një fazë. Rruga për bashkim është e vështirë, por ne do të vazhdojmë. Ashtu siç i kam dhënë fjalën. Juve bashkëftar, shok, miq, gjithë ju që keni shkruar, qytetar, thjesht me shumë hallë problemet juaja. Siç e kam dhënë fjalën që kam e punu, e fuqishëm për atë bashkim, unë nuk do të ndalem me bashkëpunëtorët e mi. Ne do të punojmë. Dhe ai bashkim do të vjen. Individi nuk e ndal bashkimin. Jemi na shumica që e dojmë bashkimin. Dhe ai bashkim do të vjen. Ka mund vjen sonte thjesht, po derisa këtu, për arsye që dinë se shkaqet në Prishtinë nuk mund ndodhi, ne do të kthehemi bashkimin nga baza. Baza fillon bashkimin dhe unë me bashkëpunëtor, me gjithë ata që për një mend e duan bashkimin, ne nuk do të dalemi dhe i ftoj të bashkohemi. Atje poshtë, nga baza e deri lart, sepse na presin detyra punë të mëdha. Edhe di që gëzojmë shumë e shumë njerëz drejt atij angazhimit tonë të përbashkët. Ne, burra, gra, edhe gjithë ata të cilët me zemër e duan këtë bashkim në shërbim të Kosovës, le të kthehemi edhe të kthehemi në bazë bashkimin që do populli së në nal askush. Dhe unë do të vazhdoj të jem krah tyre. Deri në fund, deri në bashkimin që i vjen i sjell fitore Kosovës. Ja kam thënë fjalën shokëve, ata që janë jashtë e ata që janë këtu brenda, e bashkëtarëve, që me zemër plot e me bindje kam e punuar në këtë drejtim pa kushte për bashkim. Pasi që ky bashkim s'po ndodh këtë fazë, le të japim mundësinë bashkimit
në bazë. Prandaj sonte, po e them para jush, të nderuar bashkë qytetarë, ju që e doni bashkimin. Edhe sonte du me të dhënë fjallin ato që e kom thënë për tavolina. E gjatë gjithë tyre ditëve që kemi pas biseda. Dua publikisht e fjallin, ato që kemi thonë vazhdimisht. Tani pra para kamera. Nisma garon në zgjedhje. Nisma garon në zgjedhje me 110 burra e gra, familjarë të dëshmorëve, veteran e veterane, intelektual, grua e burra të cilët e kanë vetëm një synim. Në listën tonë zgjedhore, nga 1 deri në 110, askush nuk e qenë halli kush do të jetë deputet i Parlamentit Kosovës. Ne jemi rreshtuar 110 vetë për t'ia dhënë mundësi ndryshimit Kosovës, qeverisjes dhe bashkimit të madh. Dhe po ashtu do t'ja jap fjalën. Me kalimin e nismës, me deputetë e nismës në Parlamentin e Kosovës, unë sot, ju miq, ato që keni pritur e ma keni kërkuar, unë sot do t'a jap premtimin që kam dhënë në tavolinë. Dhe premtimi është ky. Nëse nisma, e unë jam i bindur, do t'jenë në parlament, me grupin e vetë parlamentar, do t'i bashkohemi bashkimit, do t'jemi bashk me shokët, me shoqet, me gjithë ata që kanë kërku bashkimin në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është aja dyta, alternativa tjetër për cilën do të angazhohemi ne. Sepse kam shumë bashkëtarë, ka shumë shokë, ka shumë bashkëveprimtarë të cilët me zemër e me shpirt e kanë kërkuar bashkimin. Në këtë fazë u pamundësua, dikush e pamundësoj bashkimin, po duke njohur ata miqtë e mi andej, shokët e mi të veprimit e të idealit, edhe ne kënej, askush s'mund të na nalë të bashkohemi në parlament me një grup të fuqishëm parlamentar. Grup i cili do të ndryshojë qeverisjen. Të nderuar qytetarë, sot, nëse shikoni zhvillimet e fundit dhe përmbyllëse të grupeve politike, pak a shumë vim një përfundim. Kam një mesazh i porosi për intelektualet, për analistët, për gazetarët juve. Ju kisha lutur të mendojnë pak më thellë. Sidomos porosia jam për gjithë ata që dojnë me ndryshu qeverisjen. Le të mendojmë pak më thellë në analizën politike. Si ndryshohet qeverisja sot në Kosovë? Aktualisht, partitë e mëdha nuk kanë bërë ndonjë ndryshim substancial, fatkeqësisht, që do të jepnin shpresë se mund ta ndryshonin qeverisjen. Mundësia për ta ndryshuar qeverisjen është veç në një drejtim. Nëse nisma ka lënë pragun dhe bashkohet grupit parlamentar Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi mbi dikush 20, dikush 30.000 vota, janë ato që janë. Zemra lojale, besnike që na kanë ecur me ne në për shumë vështirësi. Po le ta lajmë me 25.000, 30.000 vota të nismës. Këtë që na duhet është me 15.000 vota ne shkojmë me 6 deputet plus në Parlamentin e Kosovës. Po nëse partitë e mëdha e marrin këtu 15.000 vota, sa deputet mund mi qumë më tepër? 1 ose 2. Me 15.000 vota shtesë të nismës, në këtë listë, në numër 122, ne i fitojmë 6 deputet. Po flas ne, e nuk po flas veç ne, numër 122, po gjithë ata që duan ndryshimin e qeverisjes. Prandaj, mendoni pak. Ku është shpresa ndryshimit dhe mundësia ndryshimit? Mundësia ndryshimit është, të nderuar miq, bashkëtar, shok, intelektuale, gazetare, analist, mundësia ndryshimit aktualisht në këtë gjendje është nisma në parlament. 6 deputet. Sa mund me marë partitë, të cilat partitë e mëdha ma shumë e ma pak sot? Me 1 deputet plus dhe 2 deputet plus nuk ndryshohet qeverisja. Me 15.000 vota ma shumë, 20.000 vota ma shumë, e merr 1 deputet ma shumë. Po me 15.000 vota ma shumë nisma se sa që i ka, shkojnë 6 deputet, dhe kjo është ndryshimi cilësor që e presim. Apeli im është për gjithë ata që duan ndryshimin e qeverisjes, pavarësisht pëlqejmë apo s'pëlqejmë.
Për gjithë ata që për një me besojnë që vendi o të shkuar në drejtimin e gabuar. Për gjithë ata të cilët kanë qenë zëdhënës, opozitar, i nevojës e ndryshimit qeverisjes në Kosovë. Qëllim aty tje këtë analizë. Edhe do të sheni se është interes nacional që 6 deputet nga kjo listë, nga numri 122, të shkojnë Parlamentin e Kosovës dhe të bashkohen me shokët e vetë, e shoqet atje. Tash, kjo është premtimi ynë. Dhe kjo është faza 2 e bashkimit. Dhe kjo është ajo që unë mund bëj për hir të gjithë atyre burrave grave. Unë kam bënë një premtim, shokëve të mi, ata që janë këtu, edhe ata që janë këtu. Dhe sot, ky premtim, po e them para jush, angazhimi ynë do të jetë në këtë drejtim, do të shkojmë deri në fund në mundësinë, për t'ia dhënë mundësinë ndryshimi. Nuk ndodhi. Gjërat këtu janë gjëra që ndodhin. Nuk ka lidhje. Ka vështirësi, ne e kuptojmë. Ka vështirësi gjithmonë në hartimin e listave, në ndërtimin e këtyre projekteve, nuk janë të lehta, nuk kanë përvojë politike. Po hajde, i kena edhe një mundësi tjetër. Ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Përmes 2 listave, drejt një grupit madhe të fuqishëm parlamentar që do të qeverisë me Republikën e Kosovës, edhe mos harroni. Unë e di se si fitohen zgjedhjet. Edhe e di se si ndryshohet qeverisja. Prandaj, shpreh gjithë mirënjohjen time ekipes e bashkëpunëtorëve, të cilët e dinë dhe e njohin orientimin dhe qëndrimin. Dhe jemi rreshtuar ne 110 kandidat e me qindra mira tjerë për t'ia rritur shpresën, për t'i dhënë qatë guximin shpresës, për ta ngjallë shpresën për një me, për ndryshim. Ne nuk do të kalkulojmë kush bëhet deputet. Ne kemi vendosur 110 me gjithë ata që kemi mbrapa me shërby, sepse besojmë se ndryshimi në Kosovë është i domosdoshëm. Dhe kjo është betejë përfitore për Kosovën. Dhe ky rreshtim i yni, 110 vete, dhe gjithë ata që na besojnë, paradoksalisht na ka ardhur hise, ne edhe si një parti e vogël, si një grup i vogël, që ta bartëm këtu për t'i ndihmuar kryeministit arshëm të Republikës Kosovës, i cili duhet jetë nga opozita. E unë dua që t'jem nga grupi më i madh opozitar. E grupi më opozitar është ai që do t'i bashkohemi ne në Partinë Demokratike të Kosovës, për t'ia dhënë ndryshimin e madh.